Interesante ky millet. Në punë dinit për fe, kush qohet i fshin syt, hala se ka la. Ja nise jep fatva flet për fe. Thua se feja është diçka që tanë kanë drejt me folë për ta, dhe tanë ja qëllojnë. Po çka ka lidhje që ke lexuar Koranin? Çka ka lidhje? Po ti nëse ndonjë punë të dunjas, për shembull nëse shef dikon të graj aeroplanit, mos deshte me thonë unë jo kallaj ko kam i gra, çu pilotit i graj unë. Kështu sen që për këtij për këtu pulla dhe kallaj ko ka ke 5 minuta mësova me vozit aeroplanin. Çka ne punë ashtu? Njerëzit shkrin men në inxhinierie, në maqinerie, në kompjutere, aviacione, shkrin men, lexojnë me dhjetra libra, me dhjetra lanë të ndryshme që kanë të bëjnë me qatë fush, dhe prap ka gjëra të cilat nuk i din dhe vinë në stop të mësu, të ngritë, të avancu, e ti me shku me thonë, ja ka laj koke le mamu e ti grahi, shkon kje punë mërë kështu nuk shkojnë senet. Pra, për din, kush qohet në sabah me si mshel, flet për fe. Imagjinoti njerëzit të cilët shahadet nuk din me ra, Fatiha nuk ta din, nëse din e belbizojnë, 50 gabime i bojnë. Dhe nis atje filozofon në emën të analize, në emën të disa njohurive kënse që i ka, i kënse diapazon ka gjana i dijes, edhe thot kam lexu Koranin, kam lexu Biblën që ty bë për ran, edhe në pas lexu s'ka marrë vesh sen në Koran, edhe në pas lexu Biblën sen s'ka marrë vesh as në Bibel, po e ka lexu davar që atë. Po nëse ke lexu prej kopertinën në kopertinë, çka marrësh për Koranit? Sa pëlqen i dytë një i vjetër, s'po thon plak i vjetër. Shumë dok zotni plak, i mora lakmi. Në xhami të fal me mua. Thamë ta bëni pyetje, po lexoj Koranin në gjuhën shqipe. Por të them sinqert nuk po kuptoj, po më duket i pa kuptuar. Thashë atë qellove. Saktë çështu. Nuk e di thash çashtu çysh po shpresh të çashtu. Po skuptohet Kurani me lezuar ti vetëm komentin, kuptimin e fjalëve të Allahut në gjuhën shqipe. Se nuk është përkthim, është kuptimi i fjalëve të Allahut. Skuptohet. Atë këtu kupton diçka përfatësisht. Sikur se Allah është gjithë mëshirshëm, Allah është falës, ose ndonjë pjesë, ndonjë tregim atje të sufitet, e hodhen po se andej këndeje, ose mësaun e hodhen në arken e që i lume, në arkë, taj arkë në lume bartë që i para palatit e, randort mëretit e, dësa kuptohen si përpatësisht. Në fund tërgjimeve, në fund, por, kjo pak është që kuptohet. Për të mendove me kuptu Koranin me një lexim në original, apo me një lexim të fjalive, të kuptimit të fjalëve të Allahut, po të shtash-tatër pse një të lodhemi e të lexojnë me dhjetra, s'po them qindra libra, krejt ato për tefsir. Për disa libra të lexoj unë kur të kam të mërkureve, ligjerat tefsirit i martëri 4, 5, 6 ajete, mbarët sa ajete shqillojnë qatë temë. Unë që e marrë vesh ajetet koranore, marrë gjuhën. Me gjithatë, disa tefsirit i lexoj. Tefsirit dhe me thonë libra që i komentojnë ajetet të cilat i kam për të shpjeguar. Ta këqyr një që ka thane, ta shëftet që ka thane, kjo i hershme, kjo pak më i bënshme, kjo hale më i bënshme, që kanë thonë këta, mos ka ndonjë kundërshtim mes tyre, kundërthënie mos ka, apo të gjithë e kanë komentuar të njëjtin komentim, apo ka disa komentime, varianta, transmetime, dhe prap nuk pretendoj që i kom dalë hakësh ajeteve. Dërsa, më thot muaj, nuk e kom gjithë kërkon në Koran. Kjo më kujton, mu është një hadith që transmeton Hakimi dhe të tjerë, se pejgamberi ka paralemruar sallallahu alaihi wasallam, ka paralemruar i bekuar sallallahu alaihi wasallam, një hadith të gjatë, gjëja e parë që humb është amaneti. S'ka amanet, si besohet kujna. Gjëja e fundit, sendi fundit që humb, farzi fundit është namazi. Pastaj thot hadithi, vjen një zaman ku njerëzit ndahen dy grupe. Grupi i parë janë ata të cilët thonë, i kemi lexuar Koranin, kur s'kemi gjetë Koran, 5 kohë namaz, 3 kohë namaz. Dhe mundohen me gjetë pretekst me mendjet e tyne për mishmang farze obligimeve. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Me thonë s'kom gjetë Koran, 5 kohë namaz. Dhe me thonë në gabim jena, pejgamberi sa i fali. Po dhe heq po mos ishte në Koran. As një fjalë për namaz, as një ajet për namaz. As po mos cekje as një kohë namazit. Na mjafton neve hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Namazin e xhenazës, sa për ilustrim. Namazin e xhenazës ku e gjejmë në Koran? Lëpe, por të gjithë muslimanët, pas një përjashtim, burra dhe gra, të shkolluar të pa shkolluar, arab dhe jo arab, janë konsensus unik, janë të gjithë pajtimit, të mendimit, se
është farz, po farz kifaje. Janë unanim të gjithë ulemat. Namazi gjenazë është farz, vetë që Zot që farz kifaje. Neve na mjafton nëse ka ardhur urdhër përmjet sunetit, na mjafton. Nëse ka nëpërmjet Kuranit, na mjafton. Nëse ka nëpërmjet dyjave, prap na mjafton. Suneti është burim i dytë qiellor, i cili e komenton e zbërthen Kur'anin. Qoftë me të folur, për shembull, qoftë në praktik, për shembull me folur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot bënja kështu, bënë kështu, të folur. Qoftë në praktik, thot sallu kema ra'aytumuni, sali për shembull. Praktik thot falni që po fshihni mu, pra merrni pe praktikës tam. Ose o ju njerëz, kështu në haxhin merrni pe me haxhin, sepse nuk e di më a bëj haxhin as e bëj. Pra vëzhgomni ka ta bëj në haxhin, sepse në mund haxh nuk ve, nga se më ka afër gjeli. Merre prej meje, prej fjalëve, prej veprave të tij, apo prej pajtimeve, pëlqimeve të tij. Pëlqimeve të tij e bën një vepër ai, ose bën një vepër shokët e vet dhe kë pajton, hesht. E kë nuk ka mundësi me hesht, ndaj diçka që është ndaluar. Krejto e zbërthejnë e komentojnë Koranin. Të krejt muslimant, burimet i kemi dy, Korani dhe Suneti. Pra ta i bekuar ka thonë, ela, wa inni utitu l-Korane vë mithlehu me ahu. Mua më zhdhën Korani, dhe e ngjajsh me diçka me Koranin që është Suneti. Andaj, kjo temë është temë të cilën kanë shprushur disa fraksione, të cilat në veçanti fraksioni i cili quhet Koranista, të cilët e marrin vetëm pe Koranit, fen, duke menduar se Suneti është i tepërt, e që këto janë intrigat shejtanit mallkuari dhe janë tendencioze, janë shumë qëllimkëqija për ta luftuar Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke filluar me Sahihun e Buhariut, koleksionin librin më të saktë të haditheve e pastaj të tjerat, në mënyrë që me shëmtuar, me shtrembruar fenë e Zotit. Por Allahu e ka ruajtur, është duke e ruajtur dhe ka për ta ruajtur këtë din, sepse Allahu ka thënë inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, ne e kemi zbritur dhe ne do ta ruajmë atë. Allahu i madhruar nuk e ka marrë përsipër me ruajtur fenë e evreje, qifute e as fenë të krishtere. Askond nuk gjen në Bibel, as në dhjatën e vjetër, as në dhjatën e re, se ka ndonjë citat që i madhi Zot garanton se do ta ruaj dhjatën e vjetër apo dhjatën e re nga shtrembrimi. Asnjëherë. Wa ka lënë dorë atyne që i ka zbritur, ata e kanë ndryshuar. Jo harrifun el kelime amma wadhihi. I ndryshojnë fjalë pe vende vetveta, i nxjerrin, e fshin këta, e shtojnë këta, kështu me radhë. Por për Koran ka thonë, këta e ruajone. Ne i kemi zbritur, ne e ruajmë. Dhe jem duke parë se si është duke ruajtur i madhës. Edhe ka për ta ruajtur i madhës. Andaj s'kem që ka flasë këtë mesele fare. Ai cili thëtë se në triko namaz, ai është indikuar prej një fraksioni të quajtur Koranista, të cilët e mohojnë, e kundërshtojnë Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam komplet të tërin, e që i bie e kundërshtojnë në gjysmën e dinit, një pjesë të madhe të dinit, njërin burim për dy burimeve të shariatit islam. Dhe kjo është të merr runa Zot për tyne dhe pëshirë tyne.